Deputeti i Bundestagut Peter Bayer, njëkohësisht drejtuesi i grupit për Ballkanin Perëndimor në Bundestagun gjerman, zhvilloi këtë të martë një takim me Sali Berishën në Selim Blu. Pas takimit, zyrtari i lartë gjerman deklaroi se vizita e tij është pjesë e një misioni paraprak në kuadër të një vizite të ardhshme që pritet të zhvillojë në Shqipëri, ministri gjerman. Jam takuar edhe me përfaqësues të SPAK. Ne kemi ardhur që të dielën dhe do të largohemi nesër. Ky është një takim paraprak i vizitës së ministrit gjerman në Shqipëri. Një PD e fortë është shumë e rëndësishme për demokracinë e një vendi. Ne kemi diskutuar se çfarë mund të bëjmë për një të ardhme dhe perspektivë për shqiptarët, por edhe për sistemin politik në këtë vend. Kjo bëhet me një sistem transparent, sistemi gjyqësor duhet të jetë transparent. Duhet të punojmë së bashku për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, pas takimit me deputetin gjerman, theksoi se gjatë bisedës me të ndau vendosmërinë e opozitës shqiptare për rrugën e vendit drejt integrimit evropian. E informova dhe i paraqita të gjitha pikpamjet e opozitës lidhur me këto zhvillime dhe e sigurova se ne qëndrojmë të vendosur në projektin e integrimit të Shqipërisë në Europë si projekti më i mirë, natyrisht e njoha dhe me pengesat e mëdha, serioze, shumë të mëdha, bllokimit të plot të sistemit të drejtësisë, kartelet e drogës dhe fuqinë e tyre shumë të madhe për shkak të lidhjeve të niveleve më të larta. Kjo vizitë e Bayer vjen vetëm 2 ditë përpara protestës së lajmëruar nga opozita shqiptare përballë parlamentit, ditën kur në kuvend do të vendoset për imunitetin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Përgjatë kësaj vizite, Bayer u takua dhe me ministrin e jashtëm Ferit Hoxha dhe kryetaren e Komisionit të Medias në kuvend, Jorita Thabaku.